Hi guys! Videoja sotme do t'jetë një cherry get ready with me. Mua vërtet më pëlqen këtë lloj videosh, por nuk e di nëse do ju pëlqen juve. Meqense tani jam duke u bërë gati, po filloj me gjën e parë që kam mësuar dhe vazhdoj ta mësoj në të 20-tat e mia, që është ta vlerësoj më shumë bukurinë time natyrale. Pra, to embrace my natural beauty. Për shembull, flokët e mia natyrale janë kaçorela. Por, unë nuk I kam dashur asnjëherë kaçorrelat e mia. Doja gjithmonë flokë të drejta dhe për shumë kohë I kam drejtuar, I kam mbajtur të drejta, derisa e shkatrova flokun tim. Por tani mentaliteti im ka ndryshuar pak, and I was thinking që ndoshta natyra mi ka dhënë flokët kaçorrela sepse kjo është çfarë më shkon mua më së shumti. This is the first thing. Girls, embrace your natural beauty. Dhe me që jemi duke folur për bukurinë, gjëja e dytë që unë kam mësuar është që bukuria vlen, por ajo që vlen akoma më shumë është energjia që ti ke. Like, ti mund t'jesh më e bukur në botë, ose më I bukur në botë, po nëse nuk rrezaton atë energji të mirë, bukuria nuk do të çojë larg. Kështu që mos e li pamjen tënde pas dore, por ka gjëra të tjera që duhet jenë primare. Dhe ky është personaliteti yt, energjia jote, mënyra se si ti I bën njerëzit rreth vetes të ndihen, edhe në fakt edhe mënyra se si ti e bën veten tënde të ndihesh. Bukuria të hap dyer, sidomos nëse je vajzë, por nuk të çon shumë larg. Në rast se ti bukurinë tënde nuk e shoqëron dhe me karakteristika të bukura të karakterit tënd. And this takes me to the third point, që është fokusohu tek pikat e tua të forta, jo tek ato të dobtat. Nuk e di për ju, por prindrit e mi, sidomos prindi femëror, ka dashur gjithmonë që unë mos kem pika të dobta. Le të marrim një shembull absurd. Shkolla. Unë nuk kam qenë asnjëherë mirë në matematikë për shembull, apo në këto shkencat eksakte. Mami ime kishte kuptuar që unë kisha nevojë për ndihmë në këtë aspekt. Dhe gjëja që ajo bënte ishte të më çonte në kurs matematike, fizike, kimie, vetëm që unë mos kisha vështirësi edhe të përmirësohesha në këtë aspekt. Sot, unë e shoh që kam prirje apo shumë dashuri dhe motivim për shembull për të krijuar. Më pëlqen të krijoj me pak fjalë. Ndoshta prindrit e mi nuk e kanë vënë re këtë gjë tek unë kur kam qenë e vogël, por unë do doja shumë që ata ta kishin kuptuar dhe të më kishin dhënë këtë drejtim dhe mos ishin fokusuar tek zbulimi I të metave të mia dhe balancimi I tyre. Dhe kjo është më e thellë se sa thjesht ky shembulli që dhash unë. Kjo të mëson ty të mendosh gjithmonë për të keqen, të mendosh gjithmonë për të metën tënde. Pra ndikon në mënyrën se si ti mendon dhe e sheh veten tënde. Kështu që, guys, nëse keni një pasion, e keni për një arsye, zhvillojeni atë. Fokusohu te aftësitë e tua dhe bëhu më e mira në to. Gjëja tjetër që ju duhet ta keni gjithmonë në mendje, së bashku me mua, është që askush nuk e di në të vërtetë se çfarë është duke bërë me jetën e tij. Të paktën në këtë moshë jemi ne. Nuk e di se si u dukem unë, po unë për vete nuk e kam idenë fare se çfarë po bëhet me jetën time. Jam thjesht këtu duke provuar gjëra të ndryshme, showing up, diku del mirë, diku del keq, diku rrjedh, diku pikon. Këtë e dëgjova dje këtë shprehjen, diku nuk piko fare. Unë nuk po them që aty jashtë nuk ka njerëz që vërtet janë të suksesshëm, e din shumë mirë se çfarë po bëjnë me jetën e tyre. Sigurisht që ka nga të gjitha rastet, por shumica, të paktën në këtë moshë po flas unë, është thjesht duke zbuluar veten, duke tentuar, duke provuar se çfarë ecë, çfarë nuk ecën, duke munduar të krijojë jetën e vet, bazamentin e jetës së tij. Dhe ajo çfarë di unë është që ai që tenton, fiton. Në fund të ditës, nëse nuk e provon diçka, je I humbur. Në momentin që tenton të bësh diçka, është 50-50. Mund të dështosh, por edhe mund të kesh sukses. So, why not try it? Gjëja më e mirë që më ka ndodhur mua ka qenë mundësia për të jetuar vetëm. Yep.
E kam thënë shumë herë, por dhe përsëris prap. Të jetuarit vetëm është diçka që unë doja uroja të gjithëve në moshë të re. Shkëputesh nga familja jote. Është e frikshme, është e vështirë, sidomos në fillim, po it's a blessing. Ajo është pikërisht mundësia jote e artë për të njohur veten. Kush je, çfarë arrin të bësh, sa i fort je. Në fakt, nëse nuk je i fort, bëhesh i fort. Sepse how would you know nëse ti je, nëse ti mundesh, kur nuk e patur asnjëherë mundësinë për ta provuar. Mëson aftësi që ne në fakt edhe mund t'i anashkalojmë, mund të na duken boring, siç është aftësia jote për të kujdesur për veten, për të kujdesur për një shtëpi, për të gatuar, për të bërë gjërat në orar, për të paguar faturat. Këto janë gjëra që të gjithë ne herët a vonë do përballemi. Sa më herët të përballesh, aq më mirë do jetë për ty. Dhe kjo më çon mua në pikën tjetër, që është dhe frika për të mos qenë vetëm. Guys, kjo është superpower, literally. Mos ke frikë të rish vetëm, shko pi kafe vetëm, ha një drek vetëm, bëj një shëtitje vetëm, merr një libër, shko një kafe dhe lexo. Ti në fillim duket sikur të gjithë janë duke të parë ty, edhe dukesh si një UFO. Po më beso që askush nuk ka mendjen te ti. Ajo kam qenë unë, ndërsa tani një ndër gjërat më të preferuara të mia është të marr ditarin tim, të ulem në një kafe, I love coffee, edhe vetëm të shkruaj. Vendosi qëllim, kafe si mamim. Vendosi qëllim vetes që këtë javë do dalësh edhe do bësh një shëtitje vetëm, ose do pish një kafe vetëm, dhe do të bindesh veten që askush nuk është duke të parë ty, askujt nuk intereson ti. Mëso të shijosh shoqërinë tënde dhe nuk do kesh nevojë për askënd. Të 20-tat janë vite ku ti më shumë se të mësosh, duhet të çmësosh gjëra. Yes, mund të tingëllojë çuditshme, por duhet të çmësosh çdo gjë që ke mësuar nga prindrit, nga shoqëria deri në atë moshë, nga gjyshit, nga njerëzit që të kanë rrethuar. Të çmësosh gjëra që nuk i vlen më jetës tënde, rutinës tënde, qëllimin që ti ke për veten tënde. Çfarë nuk të hyn më në punë, megjithëse ta ka mësuar mami, babi, just drop it. Nuk të vlen, hidhe. Dhe tani vjen e preferuara ime, që është aftësia për të thënë jo. Kjo goca këtu, me, ka qenë the biggest yes sayer. A thuat kështu? Ndoshta. Por ajo që dua të them është që unë thoja vetëm po. Kur jam qenë e vogël. Madje thoja po edhe personave që unë i kërkoja diçka dhe më thoni jo. Momentin që ata më kërkonin mua diçka isha po. Jo. Një ndër format më të bukura të dashurisë ndaj vetes është aftësia për të thënë jo ndaj çdo gjëje që ty nuk të intereson. Nuk po them që është super egoiste edhe thuash jo ndaj çdo gjëje që ty nuk të pëlqen dhe më pas shkosh kërkosh ndihmë tek ta njerëzit që ti i ke refuzuar si i paftyr. Por janë duke thënë, nëse ty diçka nuk të intereson, në sensi që të prish edhe punë, ose duhet të lësh pas veten tënde për të bërë diçka ndaj dikujt se vetëm që ai ose ajo mos mërzitet, kjo pastaj është e pashëndetshme. Mëso të thuash jo, pa u ndjer keq, pa dhënë super shpjegime, nuk do të dalësh. S'ke nevojë gënjesh, mjafton të thuash jo, sot nuk ndihem mirë dhe nuk kam dëshirë të dalë, po do isha shumë e lumtur të dalë një ditë tjetër, nëse edhe për ty është e përshtatshme. A kuptoni çfarë po them apo s'po shpjegon si duhet? Duket sikur kam harruar të flas për Zotin. Kjo këshilla tjetër është për vajzat, sidomos për ato romantikët. Ladies, you are the center of your world. Ti e qendra e botës tënde. Mendoje botën rrumbullak edhe ti je mu në qendër, askush tjetër. Dhe aq më pak një djalë, një specie e gjinisë mashkullore që nuk ju vlerëson, nuk e kupton që ju jeni brillante, magjike. Nuk është nevoja që ju t'i shpjegoni dhe të bini gjinin mashkullore që ti je e mrekullueshme, e çmuar. Skip the texting. As mos shkruaj, as mos thuaj, as mos argumento, sepse nëse nuk e kupton, nuk e kupton. Dhe in fact, mënyra më e mirë është thjesht të walk away. Pra nëse
ti je dikë që nuk të vlerëson, nuk të respekton dhe ti mendon që you deserve more in that relationship, atëherë mënyra më e mirë është që ti thjesht të ikësh. Dhe besoj që do të ndjek nga pas. Më bëj tjetër në këto? Vendos pak teo. Kështu që mos të bëj një mashkull qendrën e botës tënde. Mos u lodh shumë pas ti. Do not mother your man, sepse më besoj që nuk e vlerësojnë. Nuk duan të shohin një mamat të partnerja atyre. Mos e bëni këtë me partnerin tuaj sepse trust me, jo vetëm që nuk e vlerësojnë pjesa më e madhe e tyre, por as nuk e duan, sepse thonë kemi maman ton, nuk kemi nevojë për një mama të dytë. And they're right, kanë të drejtë. By the way, këta janë flokët e mi që unë kam vendosur ti embrace, tua t'i zgjas. Kam harruar gjën më të rëndësishme që unë e besoj çdo ditë e më shumë. Gjëja që unë besoj më shumë është God's plan over mine. Pra, plani i Zotit ose vullneti i tij përpara timit. Nëse nuk besoni në Zot, let's switch it to universe. Plani i universit përpara planit tim. Unë kam arritur të kuptoj që në momentin që gjërat nuk shkojnë sipas dëshirës time, sipas planit tim, sipas idesë time, ato do shkojnë akoma më mirë. Në çast mund të më duket tamam fundi i botës. Do qaj, do mërzitem, nuk është e zgjatë shumë si gjë, po do më duket vërtet si fundi i botës. Vetëm për të parë më vonë që po bëhet akoma më mirë se që unë kisha pritur. Që vërtet që e besoj këtë gjë. Prandaj mos e frisni shumë mendjen, mos u mërzisni, keni shumë besim që gjërat mira do ndodhin. Dhe nëse ti e beson këtë gjë, ashtu do bëhet. Se nuk është se është magji, pra ti e beson këtë gjë dhe abrakadabra ndodh ajo gjëja. Jo, nuk funksionon ashtu. Mënyra se si unë e mendoj është që you just switch your brain. Ti mëson të mendosh mirë. Kur ti e bën këtë gjë, do shohësh në çdo gjë anën pozitive. Ja, këto janë gjëra që unë kam mësuar, po pres të mësoj gjëra të tjera, ose të çmësoj gjëra të tjera. Do isha shumë e lumtur nëse do shkruani ndonjë koment rreth videos, nëse ju ka pëlqyer apo jo, dhe ndonjë gjë që ju keni mësuar dhe nuk është përmendur në video, do doja shumë t'i lexoja. Mendoj që kjo video nuk do ju pëlqej shumë se jam vetëm unë duke folur para kamerës. Po let me know anyway. Më bëni follow në Instagram nëse doni. Nëse ke ardhur deri në këtë pikë të videos, komento këtë emoji këtu, edhe bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Puqe!